Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja pas publikimit të bombës rreth pretendimeve për keqpërdorim të parave publike në shoqatën aksionare Posta e Maqedonisë. LSDM i ka kërkuar sot prokurorisë publike që të veprojë menjëherë. Nga LSDM thanë se prokuroria duhet të hapë menjëherë lëndë dhe të fillojë hetim për tenderin skandalos, siç e quajnë atë, prej 1.2 milion euro në post të ndarë për një kompani të një këshilltari televizjes Znam që është pjesë e qeverisë. Lidhur me tenderin siç e quajnë nga partia opozitare e maqedonase LSDM skandalos në SHA Posta e Maqedonisë, LSDM kërkon që prokuroria publike mënjëherë të hapë lëndë dhe të nisë hetim. Sipas LSDM-s, tenderi prej 1.2 milion eurosh i është dhënë një firme të lidhur me një këshilltar të Znamit. Prokuroria nuk guxon të hesht për tenderët kriminal, por duhet të veprojë. Nga LSDM theksojnë se ekipi antikorrupsion ka publikuar pretendime konkrete dhe prova nga një informator i cili është punionës në post. Sipas njoftimit, ekzistojnë dyshime serioze për keqpërdorim të parave publike dhe vjedhje sistematike, ku sipas LSDM-s mbi 300.000 euro në vit përfundojnë në skema korruptive. Nga LSDM paralemrojnë se nëse institucionet nuk veprojnë, kjo do të thotë se mbron interesat kriminale të VMRO-DPMNE-s dhe Znamit. Ne kërkojmë që prokuroria publike menjëherë të hapë lëndë dhe të nisë hetim. Çdo kush që ka shkelur ligjin duhet të mbajë përgjegjësi. Puna nuk ka përfunduar. Bombën për tenderin e dyshim të LSDM e publikoi të dielën, duke deklaruar se sipas dokumenteve që kanë marrë nga një informator, kompania BS Klinik Import Export SHPK 1P Shkup, që është e afërt me lëvizjes Znam, i është dhënë një tender në vlerë prej 1.2 milion eurosh nga shoqëria aksionare shtetërore Posta e Maqedonisë së Veriut. Kompania është e themeluar më 10 korrik 2024, ndërsa kontrata e lidhur ka të bëjë me pastrimin dhe mirëmbajtjen e higjienës në objektet e postës. Në momentin e aplikimit, siç thon nga LSDM, një kompani nuk i ka përmbushur kushtet themelore të përcaktuara në dokumentacionin e tenderit. Sekretari i përgjithshëm i partisë Aleksandr Sasha Dimitrijević dje publikoi detaje të reja për tenderin e dyshimt, sipas të cilave, edhe pse figurojnë si të punësuar me orar të plot, mirëmbajtësit e angazhuar në SHA Posta punojnë me orar të shkurtuar dhe në numër më të vogël se sa nevojiten. Nga lëvizja Znam reaguan ndaj akuzave duke theksuar se lëvizja nuk ka pasur asnjë ndikim partijak politik në asnjë procedurë të prokurimit publik. Ata u bën thirrje institucioneve kompetente që nëse konstatojnë ndonjë konflikt interesi, shkelje të procedurës apo të ligjeve, të veprojnë në përputhje me normat ligjore. Kuvendi pritet që këto ditë të fillojë procedurat për zgjedhjen e kryeprokurorit të ri shtetëror. Qeveria së fundmi ka propozuar shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit, i cili do të publikohet në gazetën zyrtare dhe në media ditore. Kryeprokurori emërohet nga Kuvendi për mandat 6 vjeçar, ndërsa kandidatët duhet të plotësojnë kushtet ligjore dhe profesionale, përfshirë përvojën minimale 10 vjeçare. Qeveria në mbledhjen e fundit ka shqyrtuar propozimin për shpalljen e konkursit për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe i ka propozuar Kuvendit të shpallë konkursin në gazetën zyrtare dhe të paktën në 2 gazeta ditore, nga të cilat një botohet në gjuhën që flitet nga të paktën 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase. Sipas ligjit për prokurorin publike, kryeprokurorin e shtetit të Maqedonisë së Veriut e emëron Kuvendi me propozim të qeverisë për një mandat prej 6 vjetësh me të drejtë rizgjedhje. Kuvendi duhet të shpallë konkursin jo më vonë se 2 muaj para përfundimit të mandatit të kryeprokurorit të shtetit ose më njëherë pas lirimit të vendit. Sipas ligjit, kryeprokurori i shtetit është i detyruar të njoftojë qeverinë për përfundimin e mandatit jo më vonë se 3 muaj para përfundimit të tij. Afati për dorëzimin e aplikimeve është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në gazetën zyrtare. Sipas nenit 61 paragrafi 1 të ligjit për prokurorin publike, për kryeprokuror të shtetit mund të emërohet ose zgjidhet një person që i përmbush disa kushte, siç janë të jetë shtetës i Maqedonisë, të zotërojë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive, të ketë aftësi të plot juridike, të ketë përfunduar studimet juridike me 300 kredi ose nivelin 7/1 të arsimit në fushën e shkencave juridike, ose të ketë diplomë të nostrifikuar nga studime juridike jashtë vendit me 300 kredite, si dhe të ketë kaluar provimin e jurisprudencës.
Kushtet e veçanta për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit janë që kandidati të ketë përvojë të pandërprerpune prej të paktën 10 vjetësh si prokuror publik ose si gjykatës në fushën e së drejtës penale. Kuvendi i Maqedonisë në mbledhjen e 16 dhjetorit të 2025 i caktoi Lupço Kocevskit përfundimin e detyrës si kryeprokuror i shtetit të Maqedonisë. Ai dorëzoi dorëheqjen në ditën kur kuvendi duhet të shqyrtonte propozimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Ministria e Drejtësisë ka kërkuar nga kuvendi që partitë parlamentare, grupet e pavarura të nominojnë nga 2 përfaqësues për krijimin e grupit punues ndër kodin zgjedhor. Sipas ministrisë, versioni i përgatitur i kodit zgjedhor do t'u dorëzohet deputetëve të cilët pas konsultimeve në partitë e tyre do të paraqesin propozimet për grupin punues. Në grupin punues do të përfshihen nga 2 përfaqësues nga secila parti parlamentare dhe deputet të pavarur. Ministria e Drejtësisë kërkon që miratimi i kodit zgjedhor të shoqërohet me mbështetje dhe konsensus të gjerë politik nga të gjitha partitë. Kujtojmë se ministri i Drejtësisë Igor Filkov javën e kaluar pati një takim me kryetarin e kuvendit Afrim Gashi dhe me koordinatorët e grupeve parlamentare ku u dakorduan që grupi punues të formohet deri në gjysmën e 2 të janarit dhe të fillojë përgatitjet e kodit të ri zgjedhor. Po vazhdon fushata parazgjedhore në 4 komunat ku do të ketë përsëritje të zgjedhjeve lokale. Në Gostivar kandidatët prezantojnë projekte zhvillimore, ndërsa vrapçisht kandidatët kanë zhvilluar takime me banorët për të dëgjuar shqetësime dhe për të kërkuar mbështetje. Zgjedhje të përsëritëra do të mbahen edhe në qendër Zhup dhe në Mavrov dhe Rostush. Afrimi i datës së zgjedhjeve intensifikon edhe më shumë aktivitetet e kandidatëve për kryetar komunash në teren. Kësaj me moton me Gostivari në zemër, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani ka deklaruar se gjatë 15 muajve të mandatit kanë dëshmuar se me punë, vullnet dhe integritet rezultatet janë të prekshme. Ai gjatë një konferencë për media tha se tani synojnë një kapitull të ri për qytetin e Gostivarit, të bazuar në projekte konkrete që përmirësojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Një nga projektet më të rëndësishme është ndërtimi i urës së re mbi lumin Vardar, të quajtur ura e harmonisë. Të gjithë procedurat administrative dhe ligjore për këtë projekt janë ka fundi dhe në pranverë besojmë se do të nisim me punimet. Ura do të ketë 4 korsi për automjete, 2 korsi për bicikleta, 2 korsi për këmbësor. Ajo do të lidh lagjet e qytetit, do të lehtësoj komunikacionin dhe do të jep shtysë reale zhvillimit ekonomik të Gostivarit. Për dallim nga Limani, kandidati i vlen për komunën e Gostivarit Nevzat Beta ka takuar qytetarët dhe i ka njoftuar ata me programin e tij për 4 vjeçarin e ardhshëm, po edhe projektet që do t'i realizojë në rast se vjen në krye të komunës. Ndërkaq kandidati i pavarur për komunën e Vrapçishtit, Zulhajrat Demiri, i mbështetur nga koalicioni Vlen dhe Aleanca për shqiptarët, Ezi Adin Selës, ka takuar mbrëm banorët e fshatit Gradec dhe Sanakos. Në njoftim pas takimit, Demiri ka thënë se ka vizituar këto 2 vendbanime dhe ka dëgjuar hallin me të cilin banorët përballen në përditshmëri, ka treguar edhe mesazhin që ka marrë nga ky takim. Në çdo cep të Vrapçishtit marrim të njëjtin mesazh: bollmë, stagnim dhe keqpërdorime në kurriz të banorëve. Vrapçishti do zhvillim, infrastrukturë dhe mirëqenie. Këtë ardhmë do të shkruajmë bashkërisht më 11 janar. Nga ana tjetër, kundër kandidati i Demirit Isen Shabani, i mbështetur nga Aleanca Kombëtare për Integrim, ka njoftuar se gjithashtu mbrëm ka zhvilluar një takim të jashtëzakonshëm me banorët e Vrapçishtit. Pas takimit ai ka njoftuar se mbështetja dhe besimi i madh që qytetarët tregojnë janë forcë drejt fitores së madhe. Përveç Gostivarit dhe Vrapçishtit, zgjedhjet të përsëritura në 11 janar do të ketë edhe në qendër Zhup dhe në Mavrov Rostush, ku gjithashtu njëjtë sikurse në Gostivar dhe Vrapçisht, zgjedhjet e tetorit dështuan për shkak të mosarritjes së cenzusit zgjedhor. Në qeveri u nënshkrua marrëveshje kredie prej 20.9 milion euro mes hekurullave të Maqedonisë, transportit dhe Bergjit për blerjen e lokomotivave elektrike. Projekti synon modernizimin e transportit hekurullor të madrave, rritjen e sigurisë dhe efikasitetit. Sipas autoriteteve, investimi do të rrisë numrin e lokomotivave operative, do të forcojë stabilitetin financiar të ndërmarrjes dhe do të kontribuojë në zhvillimin e korridoreve hekurullore si dhe në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Hekurudhat e Maqedonisë Transport dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim kanë nënshkruar sot në qeveri një marrëveshje për kredi prej 20.9 milion eurosh. Me këtë kredi do të sigurohen lokomotiva elektrike me pjesë rezervë, me qëllim rritjen e transportit të mallrave dhe gjenerimin e të ardhurave për ndërmarrjen. Siç u theksua para nënshkrimit, projekti paraqet një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të transportit hekurudhor, si dhe ka për qëllim rritjen e sigurisë dhe efikasitetin e transportit hekurudhor të mallrave. Kryeministri Hristian Mickovski ka deklaruar se gjendja që u trashëguaj ishte jashtëzakonisht e rëndë dhe se nuk kishte asnjë lokomotiv plotësisht funksionale. Ai gjithashtu ka njoftuar se 20 kompozicione ndërkombëtare të mallrave ishin të bllokuara në Gjevgjeli. Situata filloi të ndryshojë nga korriku deri në shtator të vitit 2024 u vënë në funksion 5 lokomotiva, ndërsa deri në shkurt të vitit 2025 gjithsej 10 lokomotiva nga 46 ekzistuese. Ky ishte hapi i parë drejt stabilizimit të sistemit. Megjithatë, realiteti mbetet sfidues. Mosha mesatare e lokomotivave me naftë është mbi 60 vjet, ndërsa e atyre elektrike mbi 40 vjet, gjë që nuk është e qëndrueshme as ekonomikisht, as në aspektin e sigurisë dhe mjedisit. Qëllimi i kësaj blerje është i qartë, rritja e numrit të lokomotivave operative dhe rritja e kapacitetit për transport mallrash, por edhe forcimi i stabilitetit financiar. Ndërkaq, Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandr Nikolovski ka deklaruar se kjo është veçanërisht e rëndësishme për korridorin 10, i cili pritet të shënojë rritje viteve të ardhshme, si dhe për korridorin 8, të cilin aktualisht po e zhvillojnë intensivisht përmes investimeve të rëndësishme në infrastrukturën hekurudhore. Ky investim është pjesë e vizionit më të gjerë për Shkupin, përmirësimin e cilësisë së ajrit përmes vendosjes së trenit urban. Aktualisht po punohet në infrastrukturën e njërës nga 3 linjat, ndërsa në 2 vitet e ardhshme do të punohet edhe në 2 linjat e mbetura. Kur i gjithë projekti të përfundojë, në ato linja do të qarkullojnë ekskluzivisht trena elektrik, me qëllim të qartë që të eliminohet plotësisht përdorimi i lokomotivave dhe trenave me naftë në kryeqytet dhe kontribuohet në përmirësimin e cilësisë së ajrit. Sipas qeverisë, me flotën e re prej 5 lokomotivash dhe 4 lokomotivave ekzistuese, do të disponojnë gjithsej 9 lokomotiva moderne, të cilat do të mund të mbulojnë plotësisht transportin e mallrave. Shkupi ka marrë një atmosferë festive për vitin e ri me sheshe të mbushura, drita e dekorime ku fëmijët dhe turistët shijojnë momentet festive. Qytetarët dhe vizitorët shprehin urimet dhe dëshirat e tyre për shëndet, lumturi dhe zhvillim në vitin e ri, duke përjetuar një atmosferë gëzimi, ngrohtësie dhe shpresë për vitin 2026. Dritat janë ndezur, sheshet janë plot dhe buzëqeshjet nuk mungojnë. Atmosfera festive e vitit të ri ka mbuluar rrugët dhe sheshet e Shkupit, duke sjellë buzëqeshje, ngjyra dhe emocione të veçanta për qytetarët dhe vizitorët. Mes dekorimeve dhe zhurmës festive, babagjyshi i vitit të ri është shndërruar në një nga figurat më të dashura për fëmijët, të cilët me entuziazëm ndalojnë për ta përqafuar dhe për të realizuar fotografi me të. Ai tregon se dashuria dhe gëzimi që merr nga fëmijët janë ndjenja të veçanta që e bëjnë këtë periudhë edhe më magjike. Të gjithë fëmijët më duan, këtu në sheshin ton, kemi turista nga Turqia, Shqipëria, Kosova, po edhe nga Shkupi, kështu që të gjithë fëmijët këtu fotografohen, me ne më së shumti fotografohen fëmijët turqe dhe shqiptar, sepse duan ta kenë një fotografi, këtu është shumë bukur, fëmijët në duan, unë i bëj ata që të qeshin. Përveç babagjyshit, edhe qytetarët e Shkupit, por edhe turistët që kanë zgjedhur ta kalojnë fundvitin në kryeqytet, ndajnë urimet dhe dëshirat e tyre për vitin e ri, duke shprehur shpresë për më shumë gëzim, shëndet dhe bekime në vitin që po vjen. Këtë vit është bukur, viteve të kaluara ka qenë keq, këtë vit është mirë, dëshirat, fillimisht duam shëndet, harmoni dhe lumturi. Unë mendoj se kjo atmosferë është shumë e mirë. Ne e dua Maqedoninë dhe e doja këtë çaj të nxehtë, pankekët, muzeun, atmosferën dhe ushqimin. Urimi im për vitin e ri është sa më shumë ngrohtësi, dashuri dhe miqësi mes njerëzve. Dëshira ime për këtë vit, shpresoj që do udhtoj sa më shumë nëpër botë në 2026. Ne zgjodhëm Maqedoninë për ta kaluar vitin e ri sepse njerëzit na thanë që Maqedonia është shumë e bukur për vitin e ri dhe ne zgjodhëm këtë vend. Ju uroj një vit sa më të mbar, me fat dhe me shumë dashuri.
Ndërsa numërimi mbrapsht për vitin e ri ka filluar, mes dritave dhe gëzimit, qytetarët dhe turistët ndajnë të njëjtën shpresë, që viti që po vjen të sjellë më shumë gëzim, stabilitet dhe mirëqenie. Shumë prej tyre shprehen se presin që Maqedonia të ecë përpara, të zhvillohet më shumë dhe të ofrojë më shumë mundësi për të gjithë. Me këto urime dhe shpresa, Shkupi i thot lamtumir vitit të vjetër dhe mirëpret me shumë gëzim dhe shpresë vitin e ri. Ditëve të fundit, vendi po përballet me temperatura të ulëta, të cilat gjatë orëve të mëngjesit shkojnë edhe nën zero. Sipas meteorologëve, temperaturat e ulëta do të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të fundit të vitit dhe ditëve të para të vitit të ri. Në natën e vitit të ri pritet moti kthjellet me temperatura nën zero. Viti do të përmbyllet nën temperatura të ulta dhe me mot të ftohtë, ndërsa ndonëse me intensitet të ulët, nuk përjashtohet mundësia edhe për rreshje të dëborës. Kështu njoftojnë nga detyria për punë hidrometeorologjike. Sinoptikanja Juliana Fidenovska për televizionin Shenja tha se temperaturat gjatë natës do të ulen deri në -7 gradë Celsius, ndërsa gjatë ditës temperaturat të pritet të ngriten deri më 3 gradë Celsius. Më ftohtë sipas saj pritet të jetë për festën e vitit të ri, ku temperaturat të pritet të ulen deri më -13 gradë Celsius. Për natën e vitit të ri do të kemi mot të kthjellët dhe natë të ftohtë, përsëri me temperatura gjithkund negative me interval nga -13 deri më -5 gradë Celsius. Gjatë ditës, në ditën e parë të vitit të ri, do të kemi mot stabil me erëra të forta nga drejtimi veri perëndimor. Gjatë ditës edhe të enjten pritet të kemi mot negativ nga -1 deri më -6 gradë Celsius. Nga e premtja, Fidenovska njoftoi se temperaturat do të stabilizohen, ku siç tha, nga ajo ditë pritet një rritje e lehtë e temperaturave, e cila do të vazhdojë edhe ditëve në vijim, ndërsa nuk do të mungojnë as rreshjet e shiut. Ajo gjithashtu tha se në viset malore pritet të ketë edhe rreshje të dëborës. Kompania e Energjisë Elektrike EVN ka njoftuar se në kuadër të sigurimit të leximit më të madh gjatë periudhës më të ngarkuar të vitit dhe për të përmbushur nevojat e konsumatorëve, Elektrodistribuimi do të realizojë aktivitete të përforcuara për leximin e orëmatësve gjatë javës së parë të janarit 2026. Nga kompania theksuan se gjatë kësaj periudhe në mënyrë plotësuese një pjesë e aktiviteteve të leximit do të realizohen jashtë orarit të punës si dhe gjatë fundjavave dhe ditëve festive. Gjatë realizimit të këtyre aktiviteteve do të aplikohet procesi plot i leximit, i cili përfshin përpunimin, verifikimin dhe transmetimin e sigurtë të dhënave në sistemet e kompanisë, duke siguruar faturim të saktë dhe në kohë të konsumit të energjisë elektrike për secilin konsumator individual. Elektrodistribuimi mbetet i përkushtuar ndaj përmirësimit të përvojës së konsumatorëve dhe vazhdimisht ndërmerr masa për të rritur cilësinë dhe efikasitetin e shërbimeve, thuhet në njoftimin e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon me publikimin e rezultateve paraprake nga zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2025. Aktualisht për qendrat komunale të numërimit po vazhdon numërimi votave të kandidatëve për deputet. Deri më tani janë numëruar mbi 26% të votave për kandidatët për deputet nga zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Sipas të dhënave të deritanishme të përpunuara, lëvizjave të vendosje po prinë në nivel vendi. Në listën e kandidatëve kryeson Albin Kurti me 89.529 vota. Partia Demokratike e Kosovës në nivel vendi është renditur si partia e dytë. Në listën e kandidatëve më i votuar është Bedri Hamza me 20.640 vota. Si partia e tretë në nivel vendi është renditur Lidhja Demokratike e Kosovës. Më i votuar nga kjo parti është Lumir Abdigjiku me 19.357 vota.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë konferencës vjetore me gazetarët foli edhe për ushtrinë dhe sistemin mbrojtës. Ai u shpreh se Shqipëria ka raketa Javelin dhe 3 anije patrulluese. Ndër të tjera, kreu i qeverisë deklaroi se Shqipëria ka sot ushtrinë më të paguar në rajon. Do prodhojmë dronët luftarak dhe sistemet antidron. Në vitin 2026 do të shihni edhe produktet e para. Ne vazhdojmë punën për të bërë kontrata të tjera për industrinë detare dhe ajrore, u shpreh kryeministri Edi Rama. Kemi, siç e dini, ose siç mbase nuk e dini, por që edhe ky është një nga ato mira lajmet që nuk bëjnë lajm, ushtrinë më të mirë paguar në rajonin tonë, përfshirë edhe Serbinë, sa për dini. Dhe do të vazhdojmë të rrisim mbështetjen me paga të ushtarakëve tanë, sepse ambicia jonë është që ushtria jonë të arrijë në mesataren e ushtrive të NATO-s përsa i përket mbështetjes financiare. Dhe këtë duhet ta dinë gjithë të rinë që i afrohen ushtrisë për të bërë një karrierë ushtarake. Ky vit që hyn na gjen me një sistem raketor Javelin që e kemi tani më këtu në Shqipëri, falë bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara, na gjen me 3 anije patrulluese që i kemi dhurat nga Simot Rajon Italia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka plotësuar kërkesën kryesore të opozitës dhe studentëve që po protestojnë prej disa muajsh në përsheshe, duke njoftuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vitin e ri që po vjen 2026. Kjo deklarat pasoi nismën e studentëve për mbledhjen e nënshkrimeve anë Serbisë, ku kërkohej shpallja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Vučić tha se bllokuesit e rrugëve donin të krijonin si në Ukrainë revolucionin e quajtur Majdan, duke futur vendin në kaos me pushtimin e ndërtesave të presidentës dhe asamblesë kombëtare. Sipas presidentit, ata do të kishin pasur sukses se do të kishte pasur rezistencë popullore. Situata e tensionuar në linjën e mesme ka qenë në qendër të bisedimeve ndërmjet presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Gjatë konferencës të përbashkët për gazetarët, Trump ka theksuar rolin e presidentit turk Erdogan për paqen në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump është treguar sërish drejt për drejtë në synimin e tij për të mos lejuar eskalimin e tensioneve në Siri. Në një moment, ai e ka ndërprer kryeministrin e Izraelit për të theksuar vlerësimin e lartë që ka për kontributin e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për ruajtjen e paqes në rajon. And we stand for the same thing. And don't forget, it was President Erdogan that helped very much get rid of a very bad ruler of Syria. That was President Erdogan. And he never wanted the credit for it, but he really gets a lot of credit. Bibi agrees with that. I agree with. I mean, I know it. Ndërkohë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan në një bisedë telefonike me princin e kurorës të Kuvajtit, Sheikh Sabah Khaled Al Sabah, ka theksuar se përpjekjet e Izraelit për të destabilizuar rajonin po rritën, duke përmendur si shembull vendimin e Tel Avivit për të njohur Somalilandin e shkëputur nga Somalia. Ky është lajmi i fundit për këtë edicion. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miropafshim.